Fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na zgjati jetën dhe na mundsoi që të përjetojmë dhe këtë çast dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu fillimisht të jetë I kënaqur me këtë fjalë dhe këtë fjalë të zonë vend në zemrat tona. Pra vëllezër të ndershëm, ne me emrin e Allahut Azza wa Jall sot do të flasim me një temë që titullohet Degenerimi në emër të drejtave dhe lirive. Pra lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban krenar me këtë din që Allahu subhanahu wa ta'ala na dalloj nga shumë krijesat e tij. S'ka dyshim se çështja e lirive, dini Allahut Azza wa Jall e ka vlerësu, mirë po nuk I ka bën shkak lirit që ti shkelin dhe ti marrin na përkam dhe të drejtat e tjerëve. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall e ka nderu njeriun, derisa thot Allahu në Kur'anin Kerim, wa laqad karramna bani Adam. Vërtet ne kena çmu, e kena nderu dhe I kena nderu të gjithë pasardhësit e Ademit alayhis salam. Që Allahu Azza wa Jall gjithashtu këta jetë e përfundon dhe thot وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dhe njeriun e kemi vlerësu dhe e kemi lartësu dhe e kemi ndallu nga shumë krijesat tjera që I ka kriju. Pra Allahu Azza wa Jall në çështën e njeriut I ka dhënë rëndësi të madhe. Nuk e ka shiqur njeriun vetëm nga të drejtat e tij, po e ka shiqur njeriun si krijesë e dalluar nga krijesat tjera. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall ka zbrit Kur'an, ka thënë pejgamber dhe ka prun norma dhe rregullore për ta çmu këtë njeri që Allahu e dalloi nga shumë krijesat e tij. Pra ne nëse shfletojmë dhe nëse lexojmë dhe ndëgjojmë, do të vërejmë se të drejtat e njeriut apo bota kur flet mbi të drejtat e njeriut, faktikisht ata ja kanë fillu të flasin këtë tematik për shkak nevojës së madhe që kanë pas dhe ata ndoshta ditët e fundit, ndërsa Kurani Kerimi ka fol për vlerën e njeriut prej ditën kur e ka sjell Allahu Azza wa Jall Ademin në tokë. Pra Allahu Azza wa Jall e ka vlerësu njeriun kur ja ka rujt dinin atij, gjithashtu e ka vlerësu njeriun kur është kujdesën dini Allahut për që rujtën logjikën atij. Pra nuk e ka pa dini Allahut vetëm që të kujdeset për disa të drejtat e tij dhe ta harron krijesën e mrekulluar, e dalluar nga shumë krijesat e tij. Ja ka rujt dinin, ja ka rujt logjikën, është kujdes për logjikën e tij, është kujdes për nderin e tij, është kujdes për prej ardhjen, origjinën e tij dhe është kujdes për pasurinë e tij. Pra Kurani Kerimi dhe dini Allahut nuk ka ardhen vetëm për t'i ruajë këto 5 gjëra. Pra për ta vlerësuar njeriun, duhet që ta çmojsh dinin apo bindjen dhe besimin e atij. Allahu Azza wa Jall ja ka lecu dhe ja ka mundsu që ta zgjedh dhe ta gjen të vërtetën. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall ka potencu, ka tregu në Kurani Kerim dhe ka thonë, I vetmi din që është I pranuar të Allah, është Islami. Ka parashtrohet pyetja, kja jetë a nuk nxit urrejtje ndërfetare? Jo vllai I dashur musliman, për shkak se Allahu Azza wa Jall I ka thirr të gjithë robët të atij që ta përqafojnë të vërtetën. Dhe e vërteta është një. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall veç këtë tematik ka bon precizitet që t'i nxit njerëzimin të holumtojnë, ta kërkojnë të vërtet. Pasi që e dim se të Allahu Azza wa Jall vetëm një din është e pranu. Sikur që Allahu kishtë thonë të gjithë dinët, të gjithë fejet janë të pranuara, njerëz do t'i kishte kap për tacia dhe njerëz do të lishin holumtimin dhe kërkimin e argumentit dhe të vërtet. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall ka tregu se I feja e pranuar të Allah është Islami, e pastaj I ka dhënë liri njeriut që të zgjedh bindjen e atij dhe do të shpërblet apo do të dëshkohet sipas zgjedhjes së tij. Mirë po Islami
nuk ka fol vetëm këtë tematik. Është kujdes gjithashtu për ekzistimin e atij, është kujdes për logjikën e tij, është kujdes për nderin e tij, është kujdes për origjinën dhe është kujdes për pasurinë e tij. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall na tregon në Kur'anin e Kerim se vërtet Allahu e ka çmu dhe e ka dallu njeriu. E ka çmu por Allahu i ka dhënë logjik. E ka dallu nga shumë krijesat e tij. Pra njeriu me çka Allahu e ka çmu me të logjikuar, që nëpërmes logjikës ai ka mundësi ta gjejnë rrugën e mirë dhe ta braktisë rrugën e keqe. Dhe Allahu Azza wa Jall gjithashtu për çka kësaj vlere që ja ka dhënë, e ka bon që ta shpërblen në ahiret sipas gjedhjes dhe lirisë së tij. Mirë po nuk do të thot liri që të shkelsh dhe të mirën në përkam shoqëria ite apo të drejtat e qerve. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në temën e lirisë kur flet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vën një kriter shumë të rëndësishëm që ndoshta dhe ata që flasin për të drejtat e njerëzit ende faktikisht nuk kanë arrit ta kuptojnë se çka ka dashur me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë kriter dhe me këtë hadith të shkurt, mirë po me vlerë të madh. Ka thonë pejgamberi Allahut, liria kufizohet në këtë rast. La darar wala dirar. Nuk lejohet që njeriu t'i ban pa drejtësi vetës së tij dhe t'i ban pa drejtësi shoqërisë së tij. Pra nëse ne fletojmë dhe shohmi normat rregullore të drejtave të njeriut, ata tash kohën e fundit e kanë përkufizu pjesërisht dhe kanë thonë se nuk lejohet që njeriu me pretendimin e lirisë të shkel lirin e të qerve. Pra ata faktikisht pjesërisht e kanë thonë atë që e ka thonë pejgamberi Allahut para 1400 vjet. Ka thonë la darar wala dirar. Nuk lejohet njeriu që të bën pa drejtësi vetës atij në emën të lirisë, në emën të drejtave. Nuk lejohet gjithashtu të bën pa drejtësi, ndaj shoqërisë. E ne në kohën bashkohore që njeriu vërtet siç ka thonën Walid ibn Abdul Malik, sikur që Allahu Azza wa Jall një makat mos ta kish përmend Kur'ani Kerim, nuk e kisha besu që mund të ndodhen si përfaqen e tokës. Megjithatë, në emën të drejta, në emën të lirive, dalin disa njerëz të shfrenuar, kërkojnë që të zhvillojnë të bëjnë një parad me emrin parada gay. Për çka parada gay? Për çka këtë emën? Për çka se ki emën të jetë i pranuar që njerëz mos të jenë alergjik, nga se ne nëse emërtojmë me atë emër që populli s'ka mundësi fillimisht të pranon, atëre do të ndeshimi me telashe të mëdha. Për ata emërtojmë me emën anglez, gay homosexuals, i cili thëret, jo vetëm që thëret, mirë po ai don të shregullon gjithashtu dhe shoqërinë, dhe thot parada gay, do me thonë të dalmi të shfrenuar në emër të drejtësisë dhe lirive, që të dalmi të publikojmë mëkatin. Nesër mas nesër kanë të drejtë dhe narkomanat të dalin të bëjnë një parad dhe të thojnë në emën të lirive. Pse i kufizoni lirit? A nuk është e drejta jonë? Nëse ne e dëmtojmë vetën tonë, çka problem? Megjithatë, pra vëllezër të ndershëm, e shohmi se e keqja ngel e keqe, pa marrë parasysh se ndoshta përkohësisht mund të tolerohet ndonjë vend. E keqja ngel e keq. Kur është konsideruar i shveti korrupsioni i mirë, edhe pse ne e dim se shumica e qytetarëve për të kry një obligim, një të drejtë të vetën, duhet që të jep rishvet për të kry detyrën e ti, obligimet që i kanë ato mi kry. Mirë po, belaja me madhe anë, kur korrupsioni të zyrtarizohet, kjo të lashe me madhe, kur të këshijat fillojnë të zyrtarizohen,
në emën të drejtave dhe në emën të lirive. Për këtë arsye, 100 vjetorin e Shqipërisë tentojnë homoseksualcat të na festojnë me paradë. Pra Shqipëria pas 100 vetëve ku ka arrit. Vëllezër të ndershëm, kjo është një tmerr i madh. Për këtë arsye ne në pikat e shkurtëra do të përpiqemi që të flasmi në këtë tematik, nga se siç thamë Walid ibn Abdul Maliki ka thonë që mos me pas fol Kurani Kerimin, nuk e kishmi besu se ekziston. Mirë po, për fat të keq, ja pra ne jemi ata që po e përjetojmë, derisa dalin në për mediume, pa turp fare, ne po i të kërkojmë drejtat që në takojmë. Vëllezër të ndershëm, liria në islam është e çmuar, mirë po liria nëse i te i kalon kufit shëndërohet në mizori. Për këtë arsye pejgamberi Allahu tha nuk lejohet që njeriu ta dëmton veten e tij dhe ti dëmton shoqërinë. Dhe kjo është kriteri i lirisë kur flet në tematik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Muhammed ibn Sirini thot, një sen të tillë pa martesen me një gjeni, as kafshët nuk e toleroj, as kafshët nuk e pranoj, dhe unë duke u lemtun këtë tematik arrita vetëm di kafsh të cilët kishin mundësi me toleru, pra mu martu me një gjeni të njëjtë. Këto janë gomorët dhe derët. Këta e thot nuk me tham unë, po e thot Muhammed ibn Sirin. Për këtë arsye Hudhaifa radiallahu an o frik nga kjo telashe dhe tha, kam frikë se kam i ndodh ajo telashe që si ka ndodh dhe popullit të Beni Israilit. Kam frikë që po jo godet një musibet dhe një telashe që ka ndodh në popujt e kaluar. Atëre pyetën Hudhaifën than, a ke frikë se po ndodh dhe mëkati më i shëmtum që ka ndodhur në popullin e Lutit? Tha, kam frikë dhe për këtë mëkat që po ndodh mesin e juaj. Vëllezër të ndershëm, nëse shfletojmë Kurani Kerimin, më e çuditshme është Allahu kur rrëfen për çështjen popullin e Lutit. Për të gjithë popujt, Allahu Azza wa Jall flet për shirkun e tyre kufrin, ndërsa për popullin e Lutit në 10 suret Kurani Kerimit, Allahu Azza wa Jall e shtjellon në mënyrë detaje këtë krim dhe këtë mëkat dhe këtë gjuna, derisa thuat ti me vetën vallë, populli i Lutit mos kanë qenë musliman, jo vllajdashër musliman, populli i Lutit kanë qenë njerëz të shfrenuar, njerëz mushrika i dhujtar. Mirë po për çka mëkatit të shëmtum që e kanë bën, atë shumë Allahu Azza wa Jall e ka përmend dhe ai ka shtjellu derisa thuat se populli i Lutit nuk ka bën ndonjë mëkat, vetëm këtë mëkat edhe pse ato e kanë bën dhe shirkun. Dhe Allahu Azza wa Jall për çështjen dëshkimin e popullit të Lutit në disa forma dhe disa mënyrë. Na tregon Allahu në Kurani Kerim se Allahu popullit të Lutit për shkak tolerimit këtij mëkatit, për shkak të veprimit të këtij mëkatit, që dikush në emën të emancipimit, në emën të përparimit, pa turp na del dhe na voton një ligj që lejon martesën e një gjenis dhe krenohet dhe thot, ja pra, me këta kena arrit ne në Evropë, a nuk e din qiqanim se vetëm 10 shtete në botë janë ata që e zyrtarizojnë një send të tillë. Pra vetëm 10 shtete qertë, mbi 70 shtete janë që e konsiderojnë këtë mëkat dhe këtë gjuna krim, dhe për këta nuk kanë goxim dhe nuk kanë të drejtë që të shfaqen apo që të kërkohet të drejta mbi këtë mëkat të shëmtuar. Pra vëllezër të ndershëm, dhe historia na tregon për këtë mëkat të shëmtuar, na tregon se i pari prej atinve, populli i parë që e ka bën këtë mëkat, ka qenë populli i Lutit. Dhe Allahu Azza wa Jalla rafen Kurani Kerim dhe ja të rejqën popullit të Lutit dhe thot, qish po e bani një mëkat që se ka bën asnjë njeri para jush. Kjo është një mëkat që populli i Lutit i pari e ka bën. Martesa moshkëll me moshkëll, martesa e një gjinis, të partë popull janë populli i Lutit.
Ndërsa martesa, femër me femër, kanë thonë të parë që janë populli Themudit, apo ashabul Ukhdudi, apo ashabur Ras. Pra të gjithë kanë jetuar faktikisht një periudhë, janë të parë të cilët e kanë zirtarizum, e pastaj ki makat për fat të keq, është përhapën dhe ka njoftë thuaj se të gjithë kombet që kanë ardhur pas atyre. Pra shkja është vepra e shejtanit, që shejtani ja ka zbukuru në sirin e tyre, për këtë arsye dhe popujt të cilët kanë ardhur pas atyre, sikur përshkruhet në histori se asirianët, babilonasit, egjiptianët, indianët, grekët dhe persianët, po ashtu edhe arabët më vonë, të gjithë janë që e kanë njoftë këtë makat, pasi populli i Lutit ishte populli i parë që e ka bon këtë makat. Mirë po, ajo e cila duhet të them në këtë vend, është se ki makat a përmen Kurani Kerim. Mirë po rreziko më i madh ku ka nosë, se ki makat në fillim është konsideru se një lloj paregullësie në çështjen seksuale të njeriut. Pra është konsideru ai njeri që ka lip këtë drejt, që ka thirr në emën të kësaj liris, me këtë fjalë mund të themi, është konsideru si çmendër, është konsideru si budall, është konsideru njeri që ka probleme mendore, është emërtu si psikopat. Pra vëllezër të ndershëm, deri kur zgjati kjo zgjati deri në vitin 1953. Në vitin 1953, disa që u ngritën për kërkimin e të drejtave të tyre, arritën që të largojnë këtë emërtim nga ato dhe ta quajnë vetën e tyre homoseksualca. Pra vëllezër të ndershëm, fillimisht o konsideroshin njën të çmendër, njerëz të sëmur, mirë po arritën në vitin 1953 që këtë term të ndryshojnë dhe në sistemin nervor në mjekësi, pasi që u konsiderojnë të sëmundje mendore, arritën që të zavendsojnë me këtë term duke i thonë çrregullim i orientimit seksual. Pra ki ka një lloj çrregullim. Pra në vitin 1953, këta arritën të ndryshojnë këtë që të jetë më e pranuar të ta. Derisa në vitin 1968, me një hotel të New Yorkit në Amerikë, në këtë hotel i quajtur Stovall, banën një kriengriqe dhe kërkuan homoseksualcat, banën një kriengriqe dhe me një hotel traditor, duke i kërku të drejtat e tyre, që të njef Amerika gjinin e të njëjtë të legalizon martesën e tyre. Mirë po në atë kohë në vitin 1968, policia amerikane i sulmoi ata, derisa krijetari amerikan i 37 me radhë, i quajtur Richard Nixon, e tërheqi varejqën dhe tha, pra i cili ishte krijetar në periudhën 1969 dhe 1974. Tha homoseksualcat minojnë shtillat e shoqërisë. Këta janë ata që e rrezikojnë shoqërinë dhe perandoria greke pasoi dështim nga homoseksualcat, nga se sipas atij tha Aristoteli dhe Sokrati kanë qenë të tillë. Po ashtu dhe perandoria romane, gjithashtu romake, ka dështu për shkak këtyre, pa këta rreziku i shoqërisë është nga këta, dhe nëse toleron Amerika, sipas Richard Nixonit, do të gjenë ajo që e ka gjetën perandorin greke dhe të qerë. Pra vëllezër të ndershëm, normal se në këtë rast nuk arritën që ata të arrin të drejtat e tyre, mirë po me kalimin e kohës, në veçanti në Britani, në vitin 1967, konsiderohet martesa e një gjinis, nuk konsiderohet prej vitin 1967 si një vepër penale. Pra niset ditëri me dëshirën e tyre, e kanë kri një send të tillë,
atëre nuk konsiderohet se kanë bo krim e pashkaj i bashkangjitët gjithashtu Irlanda Veriore, Kanada, Zelanda e Re dhe gjisa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Derisa me kalimin e kohës, 6 shtete në botë të parat janë ata të cilët e zyrtarizojnë dhe legalizojnë martesën e njënjënis, Norvegjia, Holanda, Belgjika, Sponja, Kanada dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra vëllezër të ndershëm, shqiqone pra se si ka arrit në fillim u konsideron të çmenduri, pastaj kaloj çrregullim, pastaj dëshirë, pastaj e drejt, pastaj e lirë të shprehurit, pastaj dhe pastaj, a ne e dim se qëndrimi jo vetëm i Islamit, po dhe qëndrimi i feve të gjithë feve, ka qenë në kundër kësaj, për këtë arsye dhe filozofi francez i quajtur Foucault, thot di çështje apo në përmes di fazeve është publiku kjo gjonë në Evropë, pasi që kanë ngrejt dorë prej normave të kishës, kanë desh njerën që të lirojnë krejtësisht dhe kanë shfrytzuar rastin homoseksualcat të cilët të mbizotrojnë dhe të bojnë shtipje mbi qeverinë e tyre që t'i morin dhe të drejtat e tyre. Ndërsa qëndrimi i qifutëve apo qëndrimi i fesë së qifutëve, si që përmenet në dhjatën e vjetër, si e konsiderojnë qifutët këtë vepër të shëmtuar. Pra vëllezër të ndershëm, si që ka arë në dhjetën e vjetër, thuhet se ky krim është një ndër veprat që dënohet me vdekje. Dhe thuhet në ta, dhe nëse kanë marrëdhënie seksuale me një moshkull me një moshkull, sikur që ka me një femër, kjo është vepër e neveritshme dhe gjaku i të tyve është halal. Pra vëllezër të ndershëm, qifutët, pra ndjatën e vjetër gjithashtu nuk e tolerojnë, për shkak se ka citat që e ndalon një send të tillë. Për këtë arsye dhe qifutët, kjo kësaj përket qifutëve që cilët i përmban dhjatës e vjetër. Pra qifutët nga feja atyre një send të tillë e kanë ndalu dhe dënohet ai njeri me vdekje. Dhe këtë qëndrim janë ata të cilët janë më fetar. Për këtë arsye sot e kësaj dite nuk e lejojnë që ata të cilët e kanë këtë cilësi, apo ata të cilët anojnë në këtë gjini, nuk i lejohet që të jenë udhëheqësa, nuk i lejohet atyre që të udhëheqin po shteta dhe shteta, po ato i konsiderohen të çmendur dhe të sëmur që duan që të shërohen. Kjo një palë e cila është më fetare nga qifutët, ndërsa ekziston një palë ditë e cila është më tolerante dhe që e shef që duhet që ne të liromi nga këto probleme dhe të zyrtalizojmë dhe të bekojmë një send të tillë. Gjithashtu dhe krishterët e shohin një send të ndaluar rreptësisht për shkak se ka citate që e ndalon të ta. Për këtë arsye dhe Vatikani ka dhe ka pasën shtipje të madhe që të lejon një gjatë të tillë, megjithatë edhe Vatikani nuk e ka lejuar një send të tillë, edhe pse ka toleru për ata të cilët anojnë në gjinin e njëjtë, e jo ata që kanë kri vepra me gjinin e njëjtë. Pra tolerojnë për të parin dhe nuk e tolerojnë të ditin. Pra kjo është që i ka bo këta krerë, këta njerëz të cilët të anojnë për shkak se na dalin lajme të ndryshme nga priftërin të cilët kanë rënë në ta duke mos u kujdes apo duke e frenu vetën e tyre për një seni që Allahu Azza wa Jall e ka kriju njeriun. Pra vëllezër të ndershëm, edhe krishterizmi e dënon një send të tillë, edhe pse katolikët thash janë më tolerant këtë rast se ortodoksët, ndërsa ortodoksët krije put nuk e lejojnë një send të tillë dhe e konsiderojnë prej krimeve dhe mëkateve, atë që e tolerojnë thot duhet që ato njerëz që kanë këto probleme, duhet që të miren, të dërgohen në spital dhe të shërohen.
këto janë disa qëndrime të feve të qera mos të mendon dikush se vetëm feja islame është që e dënon. Kurse Allahu Azza wa Jall neve në Kurani Kerim në ka zbrit ajetën dhe në ka tregu për ngjarjen e popullit të Lutit, se si Allahu Azza wa Jall e dënoi dhe për çka e dënoi. Për shkak se ata ishin që e veprojshin një vepër të ligë të tillë, dhe Allahu Azza wa Jall e përmbisi popullin e Lutit, pasi Gjibrili alayhis salam ja qarroi sit, Allahu zbriti gurb nga që elli mbi to, dhe Allahu 7 fshatra apo 7 qytete, Gjibrili alayhis salam i ngren lart në qiell, e pastaj i përmbys, dhe Allahu Azza wa Jall pastaj zbrit mbi to gurb, sot e kësaj dite atë vend e ka bon të vdekur, që të jetë sinjal për ata që cilët kërkojnë dhe anojnë, dhe kërkojnë dhe tentojnë të binë me një makat si që ka ra populli Lutit, të jetë sinjal se në detin e vdekur nuk ka të gjallë, pra përfundimi juaj do të jetë si ashtë përfundimi i detit të vdekur, nëse nuk e keni frikë Allahun Azza wa Jall. Pra atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ban makatët dhe gjunat publikisht, vetëm se Allahu Azza wa Jall çon vdekje në mesin e tyre. Dërsa me një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur gjunai dhe makati, kur të bëhet publikisht, kur të kërkohet zyrtarisht, Allahu Azza wa Jall e dënon atë popull me lloj-lloj dënime që baballarët e tyre nuk i kanë përjetu dhe nuk kanë ni për ato. Pra vëllezër të ndershëm, smunje të lloj-llojshme i paraqiten atyre, për çka se Allahu Azza wa Jall ka paralajmëruar, ka tregu dhe ka thonë, përderisa makatet bëhen publikisht, Allahu Azza wa Jall dënon atë popull me lloj-lloj smunje, që as emrin e atyre smunje se kanë dëgjuar nga baballarët e tyre. Smunje të ndryshme ka në mesin e tyre, smunje që Allahu Azza wa Jall i ka dërguar atyre të cilët largohen nga natyra, për të cilën Allahu Azza wa Jall i ka kriju njerëzit. Për shkak për këtë arsye, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaghar, Allahu xhelozon, dhe xhelozia e Allahu tash mbi krijesën e atij kur ai tenton ta merr në përkam një ndalesë që Allahu Azza wa Jall ja ka ndalu. Pra vëllezër të ndershëm, a ka ndalesë që mërkombet më e madhe, më e shëmtume se kjo kërkesa e këtyre të cilët në dalin publikisht në emër të lirisë, në emër të demokracisë, në emër të drejtësisë, në emër dhe në emër që në të bojnë parada i faktikisht ata nuk janë që mjaftojnë me makatin e shëmtuar, me zemrën e verbëruar që e posedojnë për vete, dojnë të në i fliqin gjithashtu dhe shoqërinë, dojnë të në dëngjenirojnë edhe shoqërinë, dojnë të në i humbin rinin. Pra vëllezër të ndershëm, për këta duhet me pas kujdes, për shkak se nëse ata me 17 maj se në realizuan, mos harroni se 17 maj që tërvjen, ato janë prezent, dhe këto nuk janë fëmijë që cilët kanë zripën prej hane, këto janë fëmijë të shqiptarëve, që me një kohë shqiptari, vetëm nëse ju cenon të nderi, vetëm nëse ju cenon të apo ju shiqon të gruja, aje konsideron vdekon ose i vdekur ose a i vdekur, ndërsa sot në emën të demokracisë apo në emën të drejtësisë, në emën të lirive, në dali dhe në kërkojnë diçka të cilën në i rënon familjet, në i rënon shoqërinë, në dëngjeniron, në nuk konsideromu me popull, nga se një popull ka vlerë për derisa ka moral. Nëse më kombët morali, nëse nderi mirët në përkom dhe në heshmi, nëse mirët dhe nderi atërë qëfar jetë, që ka nevoj që të jetojmë, për këtë arsye Ibn Qayyim si tha, nëse dhe ne nuk i dhënomu, ati kur më kombët ligje Allahut, kur më kombët normat e Allahut, Allahu gjelozon dhe ne mos të le gjelozojmë, Allahu të idhrohet e ne mos të idhromu, si tha Ibn Abasi, një njeri kur tenton të ban këtë pun, tha që illi bërtet dhe thot, ja Rab, o Zot, më lejo që të përmbyti
të zbritin mbi ta. Toka thot, o Zot, më lejo të qana, të në plafoni më lejon të bim mbi kokën e ti. Pra vëllezër të ndershëm, hidhnohet toka, hidhnohen malet, hidhnohen fushat, hidhnohen të gjithë. Vetëm populli jon nuk hidhnohet, del me diume dhe na tregon dhe thot se kjo nuk ka problem të bëhet një paradë e tij. Për fat të keq, edhe disa politikan të cilët tentuan të rrejnë popullin në emër të dinit, në emër të drejtësisë, në emër të islamit, thua që shpica ju pengon, thot në kjo nuk pengon. Allahu Akbar, edhe kjo nuk ju pengon. Val, ndoshta nëse e kurszojnë të jeni prej atinve një ditë të kandidoni, ndoshta do të na dilni dhe kandidat pa turp dhe pa marrë, edhe turpin dhe marrën të na i mirni në përkom dhe na të heshmi. Val, çka ka ngel nëse dhe turpi dhe marra dhe morali, makambet në përkom. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall është ai i cili na tregon për disa njerëz të mirë, për disa musliman që bojnë namaz, që Allahun e adhurojnë. Mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë ju tregoj për këta njerëz që Allahu Azza wa Jall nuk ja pranon ibadetin e tyre, nuk ja pranon adhurimin e tyre. Tha na tregon ja Rasulullah, kush janë ata? Tha ato bojnë namaz si që bëni, ato bojnë namaz natë si që bëni, dhe ato bojnë ibadete madhështore. Mirë po kur ngelin në vetëmi, tha nuk e kanë frikë Allahun dhe bojnë gjunoje në vetëmi. Pra Allah i dashër, edhe ki që bën namaz dhe natë, nuk i vlen namazi natës, nëse kuran në vetëmi, bën mëkate të shëmtuara, e haron se Allahu e shiqon, e haron se toka dëshmon, ka haron se gjimtyrët e ati dëshmojnë. Pra vëllezër të ndershëm, këto janë ata që i bojnë ibadet, dhe Allahu Azza wa Jall nuk ja pranon adhurimin e tyre. Çka ngel me ata të cilët janë bën vegël e shejtanit, ka marrja, ka turpi, dalin me diume publikisht, apo në faqe të ndryshme hapin publikisht, tharasin njerëz që të jenë banor të xhenemit. Pra vëllezër të ndershëm, a harruam ne se Allahu Azza wa Jall e rënoi dhe humbi dhe e boni i bret popullin e Lutit? A nuk kena frikë dhe neve që Allahu Azza wa Jall të na bën i bret? Nëse ne 100 vjetorin ta festojmë si na ka hije, na 100 vjetorin ta festojmë si që festuan populli i Lutit, të cilët dalin në rrugë dhe të shetisin, dhe sikur që t'i thojnë nanave të luftëtarve që e dhanë jetën e tyre për vatonin e tyre, fëmijët e juaj vdiqën për paradat tona, gjaki i tyre u derdh që ne të jemi të lirë në këtë tokë dhe të bëjmë parada, të rënojmë familjen, të rënojmë shoqërinë, të rënojmë burnin, të humbi çdo sen që na ka hije, çdo karakter të rënohet në emër se të drejtave të njerëzit, në emër të lirive, në emër dhe në emër. Pra vëllezër të ndershëm, asesi njeriu nuk duhet të toleron, duhet gjithashtu të jetë i përgatitur që të jetë pengesë dhe sfidë deri në frimarjen e fundit, ndaj atinve që tentojnë të na prishin shoqërinë, ndaj atinve të cilët dëshirojnë të na degenerojnë, të cilët dojnë që të na heqin burnin dhe njerëzin nga zemrat tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë për këtë mëkat dhe ka thonë, më tepër frikë për ummetin tim e kam veprën e popullit të Lutit. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e mallkon atë që e bën veprën e popullit të Lutit. Allahu e ka mallku dhe thot Ibn Kathiri, pejgamberi Allahu ka thonë Allahu e mallkon atë që e bën veprën e popullit të Lutit. Thot Ibn Kathiri, pejgamberi Allahu nuk e ka mallku asnjë njeri, nuk e ka mallku për asnjë vepër, vetëm për veprën e shëmtuar, veprën e ligë të popullit të Lutit, që tregon se sa është e urrejtur te Allahu Azza wa Jall. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk e shiqon
një njeri që ka kontakt mashkulli me mashkull. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu e përzeh prej rahmetit të vet. Allahu nuk e shiqan, Allahu e përbuz. Pra vëllai i dashur, ditën e gjykimit çdo pejgamber do të mirët me vetën e tij. Allahu nuk të shiqan, Allahu nuk të mëshiron, Allahu nuk të fal. Nëse takosh me Allahun Azza wa Jall dhe nuk e heq dorë prej këtij mëkati të shëmtuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yumli li zalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allahu e lën zullumqarin derisa kur ta marrë, Allahu Azza wa Jall nuk e lën pas dorë dhe nuk i hik. Pra vëllezër të ndershëm, mos mendo se Allahu ka harru, ndërsa ti mëkatin tënd e ke harru. Mirë po Allahu Azza wa Jall e ka regjistru. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an i Kerim, ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Mos mendoni se Allahu është ngaflet ndaj asaj që e bojnë mizorët, ndaj asaj që e thërasin mizorët zullumqarët. Mos mendoni se Allahu Azza wa Jall është ngaflet ndaj asaj që thërasin dhe kërkojnë njerëz të shfrenuar. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Elen deri në ditë të kur cilën kanë mushtang kësit e tyre, kur dalin për Allahu Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, duhet me pas kujdes njeriu që t'i kthehet Allahu, të kërkon pendim nga Allahu, të përmirësohet me Allahun Azza wa Jall dhe të dinë se Allahu nuk i mshefët asnjë sen. A ka mendu se aja mshef prej qenëve dhe mshef prej Allahut? Allahu thot në Kur'an i Kerim, yastakhfuna min an-nas wala yastakhfuna min Allah. Mshehen ndaj njerëzve dhe nuk mshehen prej Allahut Azza wa Jall. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. A nuk e din se Allahu nuk i mshefët asnjë sen çka ka në tokë dhe në qiell? Pra Allah i dashur musliman, ati që beson Allahu dhe je sprovu me këtë sprovë, heq dorë nga jo, kujtoj se Allahu Azza wa Jall të shef në çdo vend. Kujtoj ditën e llogarisë, ditën kur Allahu Azza wa Jall ka regjistruar çdo sen. Kujtoj ditën e dëshmisë, ku Allahu Azza wa Jall për Allahu Azza wa Jall do të dëshmon çdo sen. Dëshmia e parë, anë dëshmia Allahu do të dëshmojnë melekët. Allahu thot në Kur'an i Kerim, idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Di meleki ke përcels që kanë me dëshmu për veprën tone, gjithashtu do dëshmojnë gjimtirat e tua, do dëshmojnë dhe toka. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Në ditën e kiametit, toka do t'i shfaqe lajmet. Transmeton Ebu Hurajra që pejgamberi Allahut pasi lexoi këtë ajet, tha di çfarë lajme tha shfaq. Shfaq toka, tregon toka, flet toka. Thot çdo sen që akri mbi ta, do dëshmojnë dhe njerëzit, siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se njerëzit janë dëshmitar të njëri tjetrit mbi tokë. Kujtoj vëllai i dashur dënimin e dhëmshëm, kur tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për zjarin e xhenemit e thot, nuk ka sikur zjarri i dunjas, dhe 70 herë ma i rashpër se zjarri i dunjas. Thot pejgamberi Allahut, 1000 vjet kanë shku derisa dhes, 1000 vjet derisa zbar, 1000 vjet derisa nxih, pra zjarri i xhenemit tash i zip. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thellësia e zjarrit të xhenemit 70 vjet të bosh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e kiametit e prezantojnë zjarrin e xhenemit i lidhur, zjarri i xhenemit me 70.000 frena, me 70.000 litara, çdo litare man nga 70.000 melek. Pra vëllai i dashur musliman, pas e të kërkojsh për Allahut Azza wa Jall dhe ti thosh ja Rab, them edhe njerë, nuk do të bëj atë që e kam bo,
e të kthehet përgjigje pas 1000 vjetëve, pas 1000 vjetëve, dhe të thotë Allahu ihsau, heshni, a nuk ishin njerëz dhe xhallar që ju treguan dhe ja tërheqën vërheqën, mirë po ju jeni ndoshta ata që harruat vetën e juaj, mos u bani prej atyre që harruat Allahun, që Allahu t'ju ban që të harroni vetën e juaj. Vëllezër të ndershëm, duaja dhe lutja është armë e besimtarit. Nëse ka pengesa dhe nëse s'ka mundësi që të shmanget nga mëkatën përgjithësi, e veçanti nga ky mëkat i shëmtuar, atëherë dhe ta kujton këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Ebu Umame, një djalë i ri te pejgamberi Allahut, tha ja Rasulullah, më lejo që të bëj zina. Pra vëllezër të ndershëm, banë një lloj dallimi mes asaj që pejgamberi Allahut u përgjigj dhe mes këtyre kokave të shëmtuar që janë mbi kokat tona, si flasin nga toleron liria të shprehurit, drejtat e njerëzve, kurse arke njeri tha, ja Rasulullah, më lejo që të bëj zina. O ngritën njerëz të revoltuar, a ka mundësi të zyrtarisohet dhe zinaja? A ka mundësi dhe imoraliteti të bëhet legjitim? A ka mundësi dhe hajnia të jetë legale? A ka mundësi dhe droga të shitet dhe këtë s'ka problem? O që ditën njerëz të asaj kohë, ka si ka mundësi të lipsh një send të tillë? Pejgamberi Allahut e mësoi këtë njeri dhe shpëtoi. Thaja këtu, tha ke dëshirë që dikush të bën zina me motrën tone? Tha jo, ja Rasulullah. Tha dhe këto njerëz nuk kanë dëshirë me motrat e tyre. A ke dëshirë të bën zina me nënën tone? Tha jo, ja Rasulullah. Dhe të tjerë nuk kanë dëshirë të bëhet me nënat e tyre. A ke dëshirë me vajzën tone? Tha jo, ja Rasulullah. Tha dhe tjerë s'kanë dëshirë me vajzat e tyre. A ke dëshirë me hallën tone? Tha jo, ja Rasulullah. Tha dhe të tjerë s'kanë dëshirë me hallat e tyre. A ke dëshirë me tezën tone? Tha jo, ja Rasulullah. Tha dhe të tjerë s'kanë dëshirë që të bëhet zina me tezët e tyre. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e noi dorën e ndershme të tij në gjoksin e tij, që ti tregojmë se këto pallavra se na shitni neve, që në vitin 1973 na del një mjek i quajtur Robert Spizer, i cili thot se homoseksualizmi nuk është met psiqike, derisa vjen pas atij një mjek me dallavera i quajtur Dean Hammer dhe thot se kjo ka një prejardhe trashëgimore, pra kjo trashëgohet dhe është normal që t'i gëzoje dikush këto drejta nëse dëshiron në këtë drejtim. Dhe gjo pejgamberi Allahut, janoj dorën, e kuptoj se shejtani ka në zemrën e atij me dikam dhe tha, Allahumma gfir dhanbe, o Zot falja gjunajin, wa tahir kalbe, pastroja zemrën, wa hassin fargje, dhe ndruja nderin. Tha nuk e largoj këtë dorën e atij vetëm se zinaja ka qenë vepër më e dashën zemrën time dhe në gjoksin tam. Kur e ka ngrit dorën, pejgamberi Allahut ka qenë lavira dhe zinaja vepër me urrejtur në gjoksin tem. Dhe pejgamberi Allahut ka desh ta shpëton dhe t'i tregon se kjo është mëkat i cili shejtani tenton të mbjell në zemrën e besimtarit dhe ta largon njerion nga dini Allahut, ta largon njerion nga rruga e xhennetit, ta bën njerion banor të xhenemit. Pra vëllezër të ndershëm, pa ata tha Ibn Qayyim, Allahu popullin e lutit e përmbysi, nga se populli i lutit u përmbys logjikisht, u përmbys shpirtërisht, u përmbys dhe me zemra. Pra asnjëherë mos presin që ne këtyre t'i thojmë se keni të drejta. Asnjëherë mos presin që ne ta legalizojmë dhe që lejojmë. Asesi, kjo përmbysje
Kjo mashtrim i shejtanit që ne lusim Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall t'i ruan shoqërinë islame, t'i ruan rinin islame, t'i largon nga çdo vepër e shëmtuar e tjerë. Vëllezër të ndershëm, vallahi kjo rini që e kërkon këta nuk janë, si thash, rini që ka ardhur nga morsi. Këto janë bijat e muslimanëve. Kur e çndon prindërit, kur e çndon nga edukimi islam, ja pra të lashet po në arrin në borin tonë. Ajo që kam rrinë kojshim, vëllezër të ndershëm, si që thuat dhe që dhjet arën kojshi ka ardhe në shpirë. A faktikisht ne jemi të vetëdijshëm se kjo ka ardhe në shtëpi. Për këtë arsye ne kërkojmë që të kontribon veçanti familja, të jeti kujdesshëm, të edukon fëmijët me parime islame. Ja pra Islami prej familjarin, që është në edukoj dhe në mësoj që të ruajmë rinin, të ruajmë armërin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fëmija kur t'i mush edhe 2 vetë, zguxon që di fëmijë me flet me një shtrat. Haram e kanë me flet me një shtrat. Mos toleron këtë çështje, se Allahu Azza wa Jall të dënon. Kam lexuar një rast i cili tha, para 20 vjetëve tregon ky njeri, para 20 vjetëve tha jam sprovu me masturbim. Pra vëllezër të ndershëm, para 20 vjetë, 20 vjetë kam e çdor, kam bot tobe, mas 20 vjetëve illësin e gjunajt e kam shiju, tha Kurani Kerimin e kam harru. Mas 20 vjetë. Pejgamberi Allahut ka thonë fëmija 10 vjetë a i mush, hin barç, doja shtratët, zguxon që me një qebe, me një organ, me një qarshaf di fëmijët mlo. Cili nga ne praktikon, cili nga ne punon, pa ata vëllezër të ndershëm, ato nuk e kanë rojën 17 maj, ato nuk janë 17 maj, po ato janë para 17 vite, apo më shumë se 17 vite, që ne kemi lënë parimet islame, që në mësoj dini Allah, tha kur ti mushin fëmijët 10 vjetë, ndaj. Islami në mësoj digjinit, gjithashtu në shkolla, që ti ndajnë, që musliman ende janë në gjumë. A nuk e dim se ata të cilët tentojnë të publikojnë, ato që të shirojnë të jemi të gjithë sikur se ata, bisedot që dhe në arsim të hije kjo lëndë, që të kenë liri fëmijët, të shkollohen të edukohen, të gjenirohen, jo të shkollohen e të përparohen. Pra vëllezër të ndershëm, gjithashtu duam të kujdesemi në këtë pikë të rëndësishme, mirë po të lashet që i kena dhe gjelozia dhe inoti mes njëri tjetrit, as që në kalon hapësirë të mendojmë të bëjmë një zgjidhje për armërin e rinis tonë. Për këtë arsye thamë muslimanëve në veçanti të rive, e në veçanti atyre që cilët mburën dhe krenon me din islam, për qanu, hanu, gjelozonu, vazhdonim, e pastaj paradën e gejit homoseksualceve kur ta shohmi edhe në Çajër edhe në Shkup, mos të kini befasi për çka se ju apo ne të gjithë së bashki jemi që kemi lënë hapësirë që të mbjellët fara e tyre fliqur në mesin e shoqërive të muslimanëve. Pra vëllezër të ndershëm, rolin më të madh e kanë gjithashtu prindërit, rolin e madh duan ta luajnë hoxhallarët, të flasin këtë tematik, mos të heshtin, mos të tolerojnë këtë pikë, për çka se ju e dinim se ai që e bën zinon halal del prej islamit, po ai që e bën këtë gjë dhe këtë krim, këtë gjuna halal, çka i thuat ati, a i thuat më musliman? Për këtë arsye nëse është e vërtet që një deputet prej deputetëve
që e konsideron vetën musliman, a shpit që parada gej atë pengon nëse zhvillohet dhe bëhet në Prishtinë, ka thonë nuk një problem, i thamë le të pendohet të Allahu Azza wa Jall, se e ka bon një mëkat të shëmtuar të mëdh, është prej mëkateve që të nxjerr prej fesë, nuk është vetëm mëkat që tolerohet, nuk është që mëkat gjuna, që janë në dëshirën e Allahut Azza wa Jall, kja mëkat i prerë, i ndaluar, haram, me Kurani Kerim, dhe ai që li tenton të toleron këtë pikë, duhet që të hip mbi Kur'an, duhet që të shkel Kurani Kerimin, duhet të jetë kundra Kurani Kerimit runa Zot. Dohen të lojnë rolin më të madh hoxhallarët, në veçanti ata ditën e xumë, mos të thënë se kjo ka të bëhe me Shqipëri, kjo ka të bëhe me Tiranë, qetra kishte të bëhe me Prishtinë, qetra dhe agje, a ka kjo të bëhe me popullin ton, populli Shqipërisë, populli Kosovës, populli Maqedonisë, këtë ka është një popull dhe një brom, edhe nëse kufit i ndajnë. Brejtë të ndërshëm gjithashtu, duhet të lecohet dhe të nëzitohet martesa, duhet sa më shpejt 33 që të martohen, duhet gjithashtu të kontrollohen në familj, nuk duhet në familj të linë në rrugë, të kontrollohen vazhdimisht, me kanë po shoqërojnë, çka po shiqojnë, ku po jetojnë, çka po veshin, me çka po lozin, si po krehen, si po reagojnë, si po flasin, duhet të jenë kontroll, se prindi ka përgjegjësi për Allahut Azza wa Jall, për fëmijën e vet. Pejgamberi Allahut ka thonë ka më pyet për fëmijën e vet, me kanë po shoqërohet, me kanë po rrin, ku po flen, çka po bën, këtë këto burri, këtë këto prindi, duhet të dinë të gjithë këta. Ata që s'kan mundësi që të martohen, duhen gjithashtu ata të agjerojnë. Pejgamberi Allahut ka thonë i rini martonu, nëse s'mundi agjeroni që ta përfillni urdhin e pejgamberit Allahut, një sevap, agjeroni që të mbroni, agjeroni që të minni sevap, kja shërimi dhe ilaçi, derisa Allahu Azza wa Jall të mundson njerëzve që të martohen, gjithashtu rinia nuk duhet që të vetmohet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ditë njeriu çfarë telashe dhe çfarë musibeti e ka me flet në dhomë vet, kur s'kishte flet. Me ditë njeriu çfarë telashe, çfarë domi ka me jetu me një shtëpi vet, kur s'kishte bë. Me ditë njeriu çfarë telashe, çfarë musibete ka me udhtu vet, kur se kishte bë. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që udhton vet e ka të ditin shejtanin, ai që banon vet e ka të ditin shejtanin. Për këtë arsye, shejtani makollaj i bën viktima ato që janë vet. Shejtani makollaj i bën viktima dhe i therr ato që janë vet. Për çka ne sot dëgjojmë? Ishte varr filani, ishte varr dhe ishte mbit filani. Holumto pak dhe lip. E shef se ai ambill me një dhomë që 4 ditë, që 10 ditë, që 40 ditë. Shejtani e ka bë viktim, kur e ka dhënë prej njerëzve, ka thonë pejgamberi Allahut, ujku e ka fshon dhe han delën që datë pi bilikit, nuk goxon jarin ton, apo vajzën tonë të lish vet, për çka se shejtani depërton edhe vend ban vezvese, ose e ban prej kësaj gjinis të shëmtuar, ose e ban që të furrat, që të varët, ose e ban dhe manipulon me ta. Viktima e vetvrasjeve, viktima e këtyrve që po thamë, vallahi, as viktima e vetmis, nuk gëzën muslimani të jetë vetë. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall na ka porosit që të martomu, na ka porosit që të shtomu, na ka porosit që farifistia të lidhen, na ka porosit që familja të mbahen, na ka porosit që shoqëria të afrohet. Mos të jetojmë të vetmuar, ai që jeton i vetmuar, ai që dohet prej qerëve, le të dinë se do t'jetë viktima e parë e shejtanit. Gjithashtu, njeriu nëse don të shpaton nga masturbime, don të shpaton nga kjo bela, atëre duhet gjithnjë të angazhohet. Asnjëherë mos jetë i lirë. Ka thonë Abdullah ibn Mubareki, mos e le veten të lirë, se ai që e lën veten të lirë, angazhoj veten me të vërtetë, se nëse se angazhon me të vërtetë, vetja jote ka me të angazhu me të vërtetë. Gjithashtu vëllai i dashur musliman, duhesh të jesh i kujdesshëm për fëmijët e tu, që t'i afrojsh fëmijët e tu, nëse i shef ata të vetmuar, duhesh që
që ti mësojsh, që ta shprejnë çka kanë brenga, çka probleme kanë, të lutesh për fëmijët e tu. Prindërit duan të luten vazhdimisht për fëmijët e tyre, nga se doja e prindit për fëmijët pranohet, nuk duhet të tolerohet që fëmija të lihet ku doje aj të buan, apo ku doje aj të kalon natën, për çkak se të lashet vinë nga e kujton edhe nga se kujton. Pra vëllezër të ndershëm, ne lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën prej atyre të cilët ruan nga gjithë mëkatet që Allahu i ka bën haram. Dhe Allahu nuk ka ndalu diçka, vetëm se ajo është e dëmshme për ne, e dëmshme për logjikën tonë, e dëmshme për nderin tonë, e dëmshme për shoqërinë tonë, e dëmshme për familjen tonë. Allahu e ka shtrit dorën e pajtimit për ata që dojnë të pendohen, për ata që dojnë të lanë atë mëkat të shëmtuar. E jeni pajtonu me Allahun, pas e të keni të një përfundim të ketë shëruna Zot. Vëllezër të ndershëm, sa njerëz vallahi kam dëgju dhe kam lexu, kanë përfunduar çat gjendje, ringjallën për Allahut në atë gjendje. Dikush ngjallët në namaz, dikush ngjallët në sejdë, as ke frikë që me laçë e vdekjes çat gjendje me të kap. E pastaj ka thonë pejgamberi Allahut, në atë gjendje muslimani që ka vdek, në atë gjendje ngjallët, muslimani ngjallët me islamin e vet, munafiku ringjallët me munafikët. Runa Zot nëse i shoqëron ata, runa Zot nëse jeton me ta, ringjallësh me ta. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të ruan shoqërinë tonë, të ruan armërinë tonë, të ruan Allahu azza wa jall dinin tonë, të ruan veçantirinin tonë. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu ato që i ka sprovu me këtë sprov, Allahu të shlën në rahmet, të jabën të urejton në zemrën e tyre. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na shfrytëzon për të mirën e dinit Allahut azza wa jall. Atë që e kam qëllu ka qenë prej anës Allahut, në atë që kam gabu ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na falë. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu mos na dënon për çkak gjunat dhe mëkatit që ja bojnë mendje lehtet. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na ruan prej musibete që ka kërcënu Allahu për popull që Allahu t'i bojnë mëkat. Allahu i shpërblet për sabrin dhe durimin.